Një zhvillim pozitiv në arenën ndërkombëtare ka ardhur nga Azia Juglindore. Malajzia ka hequr regjimin e vizave për shtetasit e Republikës së Kosovës, duke u mundësuar atyre të udhëtojnë lirshëm në territorin e saj për periudha deri në 30 ditë. Lajmin e ka bërë të ditur presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, e cila përmes një deklarate publike shprehu mirënjohjen e saj ndaj autoriteteve malajziane për këtë vendim domethënës. Sipas Osmanit, ky veprim është dëshmi konkrete e afrimit dhe bashkëpunimit në rritje ndërmjet dy vendeve. Ajo bëri të ditur gjithashtu se gjatë javës së ardhshme do të ndërmarrë një vizitë zyrtare në Malajzi, ku do të inaugurohet edhe ambasada e Kosovës në Kuala Lumpur, një hap tjetër në konsolidimin institucional të marrëdhënieve diplomatike. Ky është një tregues i qartë se lidhjet mes dy vendeve tona po forcohen çdo ditë më shumë. Shpreh mirënjohjen time të sinqertë ndaj institucioneve malajziane për këtë vendim domethënës, deklaroi presidentja në platformën sociale. Malajzia ka qenë ndër vendet e para që ka njohur pavarësinë e Kosovës në vitin 2008 dhe vendimi i fundit për heqjen e vizave për shtetasit kosovar konfirmon vazhdimsinë e mbështetjes ndaj shtetësisë dhe integrimit të Kosovës në botën demokratike. Me këtë hap, numri i vendeve që u ofrojnë qytetarëve të Kosovës mundësinë për të udhëtuar pa vizë arri në 53, një tregues i përparimeve që po arrihen në diplomacinë e jashtme të vendit.